I nderuar kryeministri I Republikës së Kosovës dhe kryetari I lëvizjes tonë, zotëri Albin Kurti. Mirë se keni ardhur në Gjilanin ton e tuajen, që gjithmonë ju pret zemër hapur dhe është këto për të dëshmuar që Gjilani ecën përpara dhe I prim fitoreve tona sa herë që është e nevojshme. I nderuar kryetari komunës ton dhe kryetari qendrës së lëvizjes në Gjilan, zotëri Alban Hyseni. Të nderuar deputet të Kuvendit të Kosovës, Arjeta, Arbresh, Labinot, Liza, Shqipe, Bajram dhe Valon. I nderuar zëvendës ministër Shemsi Sylla, I nderuar nënkryetari qendrës së lëvizjes në Gjilan Luan Aliu, I nderuar kryetari Kamenicës Kadre Rahimaj, I nderuar kryetari I Shtimës Qemail Aliu, I nderuar kryetari qendrës së lëvizjes në Artan Abdul Gashi, I nderuar kryetar I BNA-s komandant Isa Agushi. Të nderuar drejtor komunal, asamblest, aktivist e shumë të dashur qytetar. Është kënaqësi e veçantë të jemi sot bashkë në këtë tubim të rëndësishëm të fushatës tonë zgjedhore për balotazhin e 9 nëntorit. Kemi kaluar një rrugë të gjatë, kemi trokitur në çdo derë, kemi dëgjuar çdo qytetar, kemi parë nga afër ndryshimin që ka nisur në Gjilan dhe sot jemi këto për ta çuar atë deri në fund. Na ndajnë vetëm 3 ditë nga dita e zgjedhjeve, kur qytetarët dëshmojnë edhe një herë, edhe më fuqishëm me votën e tyre me 9 nëntor, se në Gjilan ecim përpara bashkë për secilin dhe për të gjithë. Në Gjilanin e vetëvendosjes, sot kemi të pranishëm kryeministrin Albin Kurti. Kam nderin dhe kënaqësinë ta ftoj para jush kryetarin e lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministrin e Republikës së Kosovës Albin Kurti.
Të dashur qytetarë të Gjilanit, të nderuara familje të dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të nderuar ish burgosur politik, veprimtar të çështjes kombëtare të gjitha epokave, edhe të rezistencës paqësore edhe asaj të armatosur, të dashur aktivist, të nderuar koleg nga Qeveria e Republikës e nga Kuvendi i Kosovës, motra e vëllezër, është kënaqësi që jemi sonte bashkë, kur në ndajnë vetëm 61 orë deri te hapja e vendvotimeve të dielën e 9 nëntorit, pra nuk duhet të numërojmë ditët, po duhet të numërojmë orët, edhe ato jo vetëm orët e ditës, po edhe orët e natës, derisa ta bëjmë Alban Hysenin kryetar të Gjilanit, ashtu siç ka qenë në këto 4 vite të qeverisjes së mbarë e të mirë. Në nivelin qendror, ajo çfarë kemi bërë ne është pikëspari rritje e ekonomisë nëpërmjet ndaljes së korrupsionit dhe politikave e investimeve të mençura. Kësaj buxhetin e shtetit që kemi gjetur në vitin 2021 nga qeveria paraprake 2.4 miliard euro, në vitin e ardhshëm është 4 miliard euro. Bruto produkti vendor që kemi gjetur 7 miliard euro, në vitin e ardhshëm është 12 miliard euro. Për çdo vit ekonomisë Kosovës ja kemi shtuar nga 1 miliard euro në këto 5 vjet. Të hyrat buxhetore të nderuar pjesëmarrës të planifikuara nga qeveria paraprake për vitin 2021 kanë qenë më pak se 1.9 miliard euro. Ndërkaq të hyrat buxhetore të planifikuara për vitin e ardhshëm janë më shumë se 3.6 miliard euro. Pra 2 fishim në të hyrat buxhetore, pothuajse 2 fishim brenda 5 viteve. Kjo nuk do të ishte mundur pa e ndalur e ndaluar korrupsionin. Një qeveri e cila ka qenë e përbërë prej profesionistëve dhe aktivistëve të devotshëm, të ndershëm, patriot, të shkolluar mirë, e të klasës mesme, na ka sjellë në këtë gjendje, e cila është më e mira në këtë shekull për Republikën e Kosovës, e duke qenë se ky është shekulli më i mirë për Republikën e Kosovës, historikisht këto 4 vitet ishin më të mira që i kanë pasur ndonjëherë qytetarët e vendit tonë. Buxheti për vitin e ardhshëm do të jetë buxhet i cili nga këto 4 miliard parafërsisht qerekun 1 miliard e ka për investime, shpenzime kapitale. Me këtë rast duhet theksuar që këtë rritje ekonomike të shtetit ne e shpërndajmë në shoqëri. Nga viti i ardhshëm të gjithë sektorët, të gjithë punëtorët në sektorin publik do ta kenë edhe pagën e 13, pra punojnë 12 muaj e i marrin 13 paga. Ndërkaq në sektorin privat do ta kemi ngritjen e më tutjeshme të pagës minimale. Ju e dini që pagën minimale e kena gjetë 130 euro për ata që janë nën 35 vjeç, 170 euro për ata që janë mbi 35 vjeç. Pra, mi pa pas 34 vjet, paga minimale ka qenë 130 euro për 5 vjetëve, ndërkaq mi pa pas 36 vjet, paga minimale ka qenë 170 euro, thu se ti me pas qef mu plak, se të rritet pak paga minimale, por ne kemi bërë të barabartë për gjithë, sepse pavarësisht moshës të gjithë punojnë dhe meritojnë, e ngritëm një herë në 264 euro, pastaj në 350 euro, sa është edhe tani, dhe prej 1 janarit paga minimale bëhet 425 euro, ndërkaq prej një korrikut vitit ardhshëm bëhet 500 euro. Kemi pasur 3 herë rritje të pensioneve të moshës, pra pensionit bazik moshës mbi 65 vjeçare, e kemi gjetë 90 euro, e kemi bën 100 euro, e kemi bën 120 euro dhe tash së fundmi 150 euro
për 200.000 përfitus, pa harruar që gjatë këtyre 4 viteve 5 herë pensionistët e kanë marrë një mbështetje të një hershme 100 euro që i bjen që praktikisht për 4 vjetë 5 herë pensionin e 13. Dy herë kemi pasur edhe rritje të shtesave për fëmijë dhe për nënat lehona, nga 20 euro që i kishim shtesat që kur s'kan ekzistu para qeverisjes tonë të përbashkët, e të cilët ju e keni sjellë në pushtet me mua kryeministër, 20 euro kanë qenë për 2 fëmijë, kur familja i ka 2 fëmijë, i bie 40 euro në muj, tash është rrit 50%, një familje që i ka marrë 40 euro, i merr 60 euro, ndërkaq për 3 fëmijë mbështetja rritet në 30 euro, jo 20, që me rritjen 50% i bjen 25 euro, 45 euro. Konkretisht, një familje me 3 fëmijë që i ka marrë 90 euro, tash i merr 135 euro, me 4 fëmijë që i ka marrë 120 euro, i merr 180 euro, e me 5 fëmijë që i ka marrë 150 euro, i merr 225 euro. Sa ma shumë fëmijë, aq ma shumë do t'ju ndihmoj Qeveria e Republikës dhe shteti juaj. Subvencionet edhe grantet janë dhënë pa hile për prodhimin bujqësor, edhe kemi garantim të sigurisë ushqimore, pasaport fuqishme dhe lëvizje të lirë në zonën Schengen dhe jo vetëm. Ushtria është e përgatitur mirë, e furnizuar si ç'duhet, gjithnjë e më shumë për ta mbrojtur edhe integritetin territorial, edhe sovranitetin shtetëror, edhe paqen e sigurinë, dhe kemi ligjshmëri cep më cep vendit tonë, jo për inat të ndokuj, po për hir të gjithë qytetarëve pa dallim. Pra, dashur qytetar Gjilanit, sa i përket fushërimtarive të ministrive, janë 2 sosh që kanë marrë mbi 300 milion euro. Për armatim edhe municion, edhe për subvencione e grante, pra për mbrojtje e për bujqësi. E nëse shikoni këtë 4 vjeqarin ton të përmbledhur në 4 fjalë, pa dashur që të lëm anësh edhe shumë punë të mira që kemi bërë, po ajo që ka qenë dominuese, po e domosdoshme, është kjo përmbledhje. Ushtri dhe veri, nana dhe fëmijë. Kjo është qeverisja. E për nana dhe fëmijë këtu në komunën e Gjilanit, shtesat janë dhënë për afër 3.900 lehona dhe afër 19.000 fëmijë, që përmirësojnë edhe mirëqenjen e familjeve mbarë. Kemi investu mbi gjysmë milioni euro në transformimin e qendrës së transfuzionit të gjakut, e cila rrezikon të mbyllej për shkak të kushteve të papranueshme dhe në rregullimin dhe modernizimin e depos së Barnave. Nga motoja klinik pas klinike, në shëndetësi do të vazhdojmë me atë spital pas spitali. Për spitalin e Gjilanit kemi ndarë 8 milion euro investime, me to të transformojmë repartin e kirurgjisë, ginekologjisë, emergjencës dhe të intenzivës, do të ndërtojmë një aneks të ri për radiologji me aparatura të reja e bashkohore. Spitali i Gjilanit do të jetë qendër spitalore në shërbim të pacientëve nga qyteti i Gjilanit, nga rajoni Aramoravës, por edhe të shqiptarëve nga Presheva, Medvegja e Bujanovci, si dhe atyre nga Kumanova. Në Gjilan gjithashtu do të ndërtojmë poliklinikën moderne, specialistike, stomatologjike me pajisje të avancuara dhe me staf të specializuar për ngritjen e cilësisë dhe racionalizim të kostës së shërbimeve shëndetësore për qytetarët. E stadiumi i qytetit po merr formë çdo ditë e më shumë, që kur i filluan punimet në muajin maj. Ju faleminderit për durimin dhe mirëkuptimin që keni treguar. Salla e sporteve po renovohet tërësisht. 2 projekte tjera të qeverisë qendrore që duhet përmendur e nga të cilat përfiton Gjilani janë Diga e Firajës
dhe linja hekurudhore e cila lidh Gjilanin me Prizrenin dhe Ferizajin me Bojanosin. Gjilani e ka pendën e Perlepnicës, e ndërtuar para gjysmë shekulli, me rritjen e qytetit duhet i rrisim edhe rezervat ujore. Diga e Firajës siguron ujë të pishëm për mbi qerek milioni banor dhe për ujitjen e 40.000 hektarëve tokë bujqësore. Ndërka që hekurudha do t'jetë hekurudhe tregtisë, e qarkullimit dhe komunikimit të shqiptarëve dhe të tjerëve për më shumë zhvillim ekonomik dhe lidhje më të ngushta e të shpejta mes njerëzve. Por qeveria qendrore ka nevojë për pushtet të mirë lokal. Me mirëqeverisjen e kryetarit Alban Hyseni, Gjilani tashmë ka rënë në binarët e drejtimit dhe kahjes së duhur. Punët e mira do të vazhdojnë, investimet do të rriten. Arsimi dhe shëndetësia kanë qenë fusha me prioritet në mandatin e parë. Sa i përket arsimit, 6 qerdhe, 3 tashmë janë ndërtuar dhe janë funksionale, njëra në ndërtim e sipër dhe 2 nisin këtë vit. Sa i përket shëndetësisë, 2 milion euro investime në infrastrukturë dhe pajisje moderne për shërbime të reja dhe me orar të zgjatur. E në mandatin e dytë, do t'i shtohen edhe projektet infrastrukturore dhe politikat sociale qeverisjes së Alban Hysenit. Sa i përket infrastrukturës, parku industrial i Gjilanit do të shërbej si qendër bashkëpunimi mes komunës, bizneseve dhe investitorëve, bulevardi i qytetit, investimi më i madh në historitë të komunës dhe unaza e jashtme së bashku edhe me aktivitetet kulturore, sociale, sportive, që do ta bëjnë Gjilanin qendër të fuqishme ekonomike rajonale dhe qendër organizuese e progresit në trekëndshin Anamorov, Preshev, Kumanov. Ndërkaq sa i përket politikave sociale, qendër për qëndrim ditor për pensionist do të kemi, kuzhinë popullore për nxënësit dhe familjet në nevojë, banesa për çiftet e reja përmes programit për banim të përballueshëm të social, mbështetje materiale për të gjithë fëmijët e porsalindur, subvencionimi i pagës për gratë të cilët kanë nevojë punësim, bursa studimore për gratë dhe vajzat studente. E Gjilani gjithashtu do ta ketë ngrohtorën e qytetit. Ngrohje me kosto të përballueshme, më e pastër, më e sigurt, çdo shtëpi e familje do ta ndjej e do ta mirëpres. Autostrada, qarkorja, hyrjet e daljet s'janë më projekte të largta, shpërndësimet po përmbyllen, punët po ecin përpara, Gjilani po lidhet më shpejt, më drejt me gjithë Kosovën e ju faleminderit për durimin, por një punë që niset, por jo bashkëmbar, është më e vështirë se sa një punë që nuk niset. Problemet që kemi pasur me defekte në planifikime e në shpërndësime e kanë bërë më të vështirë punën për neve në aq shumë fusha se sa të mos kishim filluar fare ata para nesh. Mirë po, jemi marrur me krejt çfarë kemi ditur e mundur me këtë trashëgimi të tyre dhe kjo autostradë po e merr epilogun e vet, sepse edhe aty gjërat kanë hyrë në shtegun e duhur dhe po lëvizim përpara me shpejtësi. E unë jam këtu sonte para jush, midis jush, para së gjithash, e mbi të gjitha për Alban Hysenin, i cili është kryetar i punës. Me qeverisin e tij, Gjilani është kthyer në kantier zhvillimit, në qytet që po ecën përpara me vizion e vendosmëri siç është Gjilani ynë. Albani ka punuar për çdo qytetar, për çdo lagje, për çdo fshat dhe jo për një rreth të ngushtë të dostave siç ka qenë dikur. Nga arsimi të shëndetësia, nga infrastruktura te përfshirja sociale, çdo sektor ka ndjerë dorën e një qeverisje të ndershme të kujdesshme. Albani është shembulli më i mirë se si duket qeverisja,
bashkë me qeverinë qendrore për të mirën e qytetarëve. Alban Hyseni është garancia që zhvillimi i Gjilanit nuk ndalet, por vazhdon edhe më fuqishëm. Gjilani është kryeqytet i lindjes, porta e Kosovës për shqiptarët e Anamoravës, Preshevës e Kumanovës, është qytet i punës, i guximit, i rezistencës, i kulturës, e do ta bëjmë edhe qytet të zhvillimit e të bashkëpunimit, shembull për gjithë tjerët. Me Alban Hysenin, Gjilani po dëshmon se qeverisja e ndershme dhe efikase është e mundur, se ajo është reale, se jetohet e përjetohet me që jep fryte. Shembulli i Gjilanit tregon se si qeverisja e mirë lokale me mbështetje nga qeveria qendrore, pra prodhon rezultate konkrete, praktike për shoqërinë. Bashkë me qeverinë, bashkë me qytetarët, bashkë për një Gjilan që ecëm me ritëm e me dinjitet. Andaj me datën 9 nëntor, ju lutem votoni paradite nëse jo në mëngjes herët. Për dy arsye. Arsye e parë është se nga njëherë me regjistrimin e popullsisë ka nga pak lëvizje të qendrave të votimit ku duhet të votoni. Nëse nuk e keni verifikuar paraprakisht, mund t'ju thonë që duhet të votoni në një vend tjetër. E nëse keni shkuar të votoni në mëngjes ose paradite, do të mund shkoni edhe pas dite të votoni aty ku ja u kanë rruar vend votimin. E kjo është megjithatë pakica e votuesve. Por ne nuk e dim nëse ju jeni aty, por ju mund ta dini paraprakisht nëse interesoheni. E nëse nuk interesoheni, gjithsesi është më mirë që të votoni në paraditën e 9 nëntorit, pra në mëngjes. Dhe arsyeja e dytë pse është mirë që të votoni paradite është se ju e dini kulturën tonë shqiptare. Pas ditët vjen ai musafir. Vin musafir. Pas dite vjen ai musafir, edhe merrni me mend nëse s'keni votu paradite, ju vjen mas dite musafiri. Duhet me najt dikush me musafirin. Edhe nëse shkoni me votu, me lon musafirin aty, dikush i bjen që s'ka me votu, sepse ka me qëndru me musafirin. Andaj, votoni paradite dhe mbesoni që nuk është marrë kur t'ju vjen musafiri pas dite me e pyet, a ke votu? Nuk është kur far turpi me e pyet, para se me him renda, a ke votu? Dhe po ashtu nuk është fare turp, që pasi ta keni pyet, a ke votu? E ai ju ka thonë, ose ajo ju ka thonë që nuk ka votu, ti thoni, shko voto 105 lëvizjave të vendosje, Alban Hyseni e qajit pret këtu, se na në shpit tonë jena s'kena ku më shku. Dhe kur të shkoni në vendvotim, kësaj radhe është edhe më thjeshtë se më parë. Me 12 tetor kanë qenë 2 fletë votime. Njëri ka qenë për kuvendin komunal për asambleistat, ndërkaq tjetri ka qenë për kryetarin. Aty keni pas shumë opsione, realisht gjithmonë ka qenë veç një zgjedhje, por kësaj radhe e keni një fletë votim me 2 emra. Emri i parë 105 lëvizjave të vendosje është Alban Hyseni. Rrjedhimisht kur shkoni në vend votim, e ta shihni fletë votimin, shikimin lart, drejt, te rreshti i parë. Nuk keni fare pse shikoni te poshtë. Shikimin drejt, te rreshti i parë, aty është numri 105, ai tjetri e ka numrin 100 e fiu, nuk e di, pra 105 është numri i parë, rreshti i parë. Votoni Alban Hysenin dhe në Gjilan në mbrëmje kur të numërohen votat, etna vinë raportet nga komisionerët e vëzhguesit ton, e marrim vesh të gjithë se përveç se jemi angazhuar bashk e kemi votuar masivisht, kemi fituar bashk, e kemi vazhduar Alban Hysenin për kryetar të Gjilanit dhe let janis festa që e përgatisin aktivistët tonë të palotshëm. Faleminderit shumë.
E tash e ftoj të vi para jush kryetari i tanishëm dhe i ardhshëm i komunës Gjilonit, Alban Hysen. I nderuar Kryeministri i Republikës Kosovës, Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Zotri Albin Kurti. I nderuar zëvendës Kryeministër i Republikës së Kosovës, bashkëqytetari joni, Zotri Besnik Bislimi. Të nderuara deputete të jashtëzakonshme të Gjilanit, blet punëtore, aktivistët palodhshme, Labinot, Arbresh, Liza, Arjeta, Shqipe, të dashur kryetar koleg nga Kamenica, Kadir Rahimaj dhe nga komuna e Shtimës, Qemajl Aliu, të nderuar zëvendës ministra, Zotri Shemsi Syla, zëvendës ministër i mbrojtjes, dhe Agon Dobruna, kolegu jon nga Ministria e Financave, zëvendës ministër. I nderuar sekretar organizativ, motor i lëvizjes vetëvendosje, Zotri Alim Rama. Nderuar mik i çmuar nga Ferizaj, deputet Valon Ramadani dhe nderuar nënkryetari i lëvizjes në Gjilan, Zotri Luan Aliu. Dhe sigurisht me neve është edhe kryetari i BNA-s, Zotri Isa Agushi, komandant Isa Agushi. E tash natyrisht mua më duhet i falenderoj kolegët e mi që më kanë shoquar në këtë fushat zgjedhore, tash po bën 3 muaj që mbase dikush mendon se jemi lodhur, por në fakt jemi edhe me më shumë energji se sa në fillim. Bashkë me drejtorët që kemi qeverisur për 4 vite, kandidatët për asamblejë dhe asamblejës të ardhshëm, aktivistët e palodhur, ata që janë lartë e këta që janë mesin tonë, e disa të tjerë mbase që kanë mbetur jashtë. Dhe në fund, por besoj që për nga rëndësia, mbas janë më të rëndësishmit, sonte me neve janë edhe familjarët e dëshmorëve, janë veteranët dhe invalidët e luftës. E të dashur bashkëqytetar Gjilanit që jeni sonte bashkë me neve. Lejoni që fillimisht t'ju falenderoj për zemërsisht për mbështetjen dhe për përkrahjen e juaj në datën 12 tetor, që kulmoi me një rezultat të jashtëzakonshëm të paparë ndonjëherë në Gjilan, ku megjithatë për ata musafirët që kanë mundur të vinë mbrëmje, kemi ngelur në 71 vota, pa kaluar raundin e parë, por kjo e ka edhe një mësim të jashtëzakonshëm, me që rast duhet kuptojmë pra rëndësinë e pjesëmarrjes në zgjedhje. Duhet kuptojmë që secili prej nesh dhe secili prej atyre që nuk janë mesin tonë sonte, por që kanë të drejtë vote janë prej një rëndësie të jashtëzakonshme për të përcaktuar fatin tonë në 4 vitet e ardhshme. Dhe kjo është njëra prej arsyeve pse falënderimi është i madh dhe i thellë, sepse Gjilani ka rritur votën në zgjedhjet lokale në krahasim me vitin 2021 për plot 5.000 vota. Dhe kjo është një falënderim i madh dhe një rezultat i jashtëzakonshëm.
Ndërkaq që kolegët e mi në listën për kuvendin komunal që kanë garuar, kanë treguar po ashtu një angazhim të pashoq me rast edhe në garën për kuvendin komunal, nga pak më shumë se 11.000 votues që kishim në vitin 2021, kemi arritur në mbi 16.000 mbështetës e përkrahas dhe votues televizjes, që po ashtu është një rezultat rekord i paparë ndonjëherë në Gjilan. Por ne nuk jemi krenar vetëm për numrin e votave, nuk jemi krenar vetëm për përqindjen e rezultatit të arritur, shumë se kjo jemi krenar ball hapur për 2 arsye tjera. Jemi një qeverisje që për 4 vite Gjilanit nuk i ka dhënë asnjë lajm, nuk i ka prodhuar asnjë skandal të vetëm korruptiv, aferë, keqpërdorim të detyrës zyrtare apo diçka të ngjashme. Dhe besojeni që nuk ka qenë lehtë me një opozit politike në Gjilan që vazhdimisht ka penguar, që vazhdimisht ka sabotuar dhe ka provuar që të dështoj secilin nismë, secilin projekt mirë që e kemi bërë për komunën tonë. Pra, njëra krenari është kjo, ndërkaq tjetra janë rezultatet e jashtëzakonshme të qeverisjes tonë për 4 vitet e para dhe për mandatin e parë. Kemi arritur që ta nxjerrim komunën nga një situatë e keqe financiare dhe e borxheve, duke paguar plot 12 milion euro borxhe në vetëm 4 vite qeverisje, dhe këtu falë edhe ndihmës nga qeveria e Kosovës. Dhe si që ka thënë edhe kryeministri para pak ditësh, një deklaratë që dëshirojnë të shtrembrohet e të interpretohet ndryshe, qeveria e Kosovës është e gatshme që të mbështet secilin kryetar komunit që punon mirë e ndershëm, që i shërben qytetarëve dhe që natyrisht nuk punon për vetëm, por punon për qytetin e për komunën. Një komunë e tillë ka qenë Gjilani, ka qenë Kamenica, ka qenë komuna e Shtimës, komuna e Podujevës, por ka dhe raste të tjera të komunave që kanë përfituar nga qeveria e Kosovës dhe projektet që janë implementuar gjithandej vendit e në secilën komunë në Kosovë. Ne kemi pasur 3 prioritete kryesore, 3 fusha në cilat kemi punuar veçanërisht shumë. Është fusha e arsimit, ajo është shëndetësisë dhe bujqësisë. Në arsim kemi nisur ndërtimin e shkollës së re të mjekësisë, që për 30 vite nuk ka pasur objektin e vet. Kemi ndërtuar 6 qerdhe të reja në krahasim me 4 sa kemi gjetur. Kemi investuar mbi 1 milion euro në renovimet të shkollave, rreth 1 milion euro në investimin e shkollës së mesme teknike Mehmet Isai. Kemi 5 fishuar bursat nga rreth 130.000 euro sa që në mbi 650.000 në vetëm 4 vite, si dhe kemi mbështetur të gjithë ata që kanë qenë studentë të dalluar, po ashtu edhe përmes fundit të ekselencës. Në anën tjetër, kemi mbështetur arsimin dual, duke paguar edhe orët e punës shtesë që kanë bërë nxënësit jashtë shkollës, si dhe kemi paguar edhe sigurimin aksidental për lëndimet në punë. Por shëndetësia ka pasur një prioritet të veçantë, ku përveç ambulantave të reja, pajisjeve, mamografisë, pap testit, kemi angazhuar edhe profesionistë të ri, me që rast numri mjekëve të papunë në Gjilan mund të numërohet në gishtat e një dore, ndërkaq numri shërbimeve që është shtuar nuk mund të numërohet dot, sepse efekti është i jashtëzakonshëm e kujdesi për shëndetin është shumë i madh se sa më herët. Dhe me që jemi tek shëndetësia, më lejoni që të falenderoj kryeministrin për investimin në spitalin e qytetit, e veçanërisht në një repart që është shumë specifik në këto zgjedhje, në atë të radiologjisë. Besoj që tash, kundër kandidati jonë, kur ta vizitoj këtë repart, do të bindet që një mend është mirë, do të bindet që nuk mungon asgjë, e besoj që atëherë do të japë dhe përgjigjen e duhur, duke menduar pak më gjatë për përgjigje të shpejta. Por le të vazhdojmë edhe njëherë me punët e mira, të mos merremi me të kaluarën e të shkuarën. Në sektorin e bujqësisë kemi mbështetur fermerët me një mbështetje rekorde të paparë ndonjëherë më herët, duke ofruar rreth 3.5 milion euro mbështetje për fermerët e komunës tonë, duke implementuar me 10 projekte, një pjesë e madhe prej tyre projekte të reja që nuk janë bërë asnjëherë më parë, si dhe duke siguruar që secili prej tyre, pra prej fermerëve, do të mund të përfitojë ato që i duhet, ndërkaq ne duke u siguruar që asgjë nuk do të keqpërdoret ose nuk do të shkojnë në duar të gabuara. Përveç mbështetjes së qeverisë që kanë marrë fermerët tanë për subvencionimin e çumshtit dhe për rritjen e jashtëzakonshme të çmimit të çumshtit në litër në nivel vendi,
ne jemi siguruar që të mbështesim fermerët tanë fillimisht me 8 cent në litër si subvencion, e më pas edhe me 10 cent në vitin e fundit, mbështetje cilën do ta vazhdojmë edhe në mandatin që po vije. Por nuk kanë qenë vetëm këto fusha në cilat kemi punuar shumë, kemi ndërtuar 8 parshe të reja dhe 4 të tjera janë në proces e sipër, kemi mbështetur kulturën, rinin dhe sportin pakrahasimisht më shumë se sa më herët, kur në vitin 2021 kemi marrë mandatin, kemi gjetë 75.000 euro mbështetje për sektorin e kulturës, rinisë dhe sportit, ndërkaq në vitin 2025, pra të fundit, kemi ndarë plot 500.000 euro mbështetje për këtë sektor, që është shifër rekorde në krahasim me të kaluarën. Dhe në fushën e infrastrukturës kemi implementuar qindra projekte tashmë të përfunduara në fshatra dhe lagje të qytetit, duke mos e harruar asnjë vend banim, asnjë lokalitet, asnjë fshat dhe asnjë lagje të qytetit tonë. Por përveç këtyre projekteve në cilat po punojmë, tashmë kemi nisur plot 11 projekte, kontrata të nënshkruara dhe në cilat po punohet, që kapin vlerën e rreth 80 milion eurove dhe shumica prej tyre falë mbështetjes së qeverisë së Kosovës dhe kryeministit Albin Kurti, që Gjilanit që është plot dinjitet i ka kthyer vëmendjen e duhur dhe meritore nga qeveria qendrore. Projektet e tilla në të cilat po punojmë fillojnë me stacionin e autobusëve, me qendrën e kulturës në lagjen Dardania, me rrugën Hamdi Kurteshi, qëndrimin ditor për të moshuarit, kuzhinën humanitare dhe bujtinën për student, renovimin e tërësishëm të sallës së sportit, shkollën e re të mjekësisë, banimin e përballueshëm dhe social, impiantin e ujrave të zeza, projektin Flow, stadiumin, si dhe së fundmi edhe bulevardin e qytetit, një projekt prej 18 milion euro i investim, si projekti më i madh kapital në historitë të qytetit. Dhe e ardhmja do të jetë pra një kantier punimesh të cilat do të përfundojnë edhe sipas afateve të nënshkruara brenda 2 vite e gjysmë të mandatit tonë të dytë. Ndërkaq në mandatin e dytë tashmë kemi përgatitur një program për qeverisje bashkë me mekanizmat tonë profesional brenda vetëvendosit në Gjilan, por sigurisht duke qenë që jemi edhe komuna model për organizimin e dëgjimeve publike dhe të kontakteve me qytetarë, kemi marrë shumë edhe nga kërkesat qytetare që vinë si burimi drejt për drejt i nevojave të qytetarëve, duke u bazuar në 3 shtylla kryesore për mandatin e dytë. E para është qytet i zhvilluar, në të cilin synojmë të përfundojmë projektet e përmendura tashmë, si dhe të vazhdojmë me rindërtimin e unazës së vjetër të qytetit, për të cilën pas 26 viteve po bëhet edhe shpronësimi, si dhe do të fillojmë edhe ndërtimin e unazës së jashtme, për të cilën po ashtu qeveria e Kosovës tashmë është duke bërë shpronësimin e tokave. E përfundimisht do të ndërtojmë edhe zonën industriale ose parkun e biznesit, një hapësirë prej 150 hektarëve tokë, tërësisht komunale, pa nevojë shpronësimi edhe me investime nga qeveria e Kosovës, që do t'i shërbej investimeve, zhvillimit e mirëqenjes. Ndërkaq në shtyllën e dytë të programit tonë për qeverisje, do të punojmë për një komunë për të gjithë, në të cilën do të synojmë të vazhdojmë politikat tona sociale dhe projektet e tilla që tregojnë për kujdesje për të gjitha kategoritë shoqërore, duke filluar nga shtesat për fëmijët, investimet në shkolla, mbështetjen për student, programet që kanë për synim financimin e bizneseve të reja, start-up dhe financimin e grave në biznes, e më pas edhe mbështetjen për pagesën e qiras që tashmë e kemi bërë, po ashtu mbështetjen me bana, si dhe kontrollat sistematike të rregullta për pensionistët dhe për të moshuarit. Ndërkohë që do të ndërtojmë edhe shtëpinë e re për gratë e mbijetuara të dhunës në familje, për të krijuar kushte moderne për të ofruar shërbime të mira dhe për të treguar edhe kujdesin institucional për këtë kategori kaq të ndjeshme të shoqërisë dhe të qytetit tonë. Por e gjithë kjo nuk do të mund të bëhej pa punën e palodhshme tuajën e tonën në këto 3 muaj fushat që kemi bërë për zgjedhjet lokale të vitit 2025. Tashmë e dini që për një rezultat shumë të ngushtë kemi hyrë në raundin e dytë dhe kjo mua personalisht, po besoj që as aktivistëve të qendrës tonë, nuk e ka krijuar komoditetin e qëndrimit me duar në xhepa, siç thonin dikur politikanët që fitonin me një siguri të plotë e më pas humnin, por na ka bërë që të përvilim mëngët e të punojmë edhe më shumë se sa më herët. Kemi filluar tashmë në javën e 3 të fushatës tonë elektorale, ku po takojmë me qindra e mira qytetarë, po takojmë votues e mbështetës të partive tjera politike, po na bashkohen qytetarët e të gjithë ata që kanë besimin në programin tonë për qeverisje,
në vizionin tonë për Gjilanin, por edhe në punën tonë që kemi bërë në të kaluarën. Prandaj, të dashur qytetar, milioni që t'ju rikujtoj edhe njëherë se të dielën numrimi i votave fillon nga 0. Nuk fillojmë nga 22.000, por fillojmë nga 0 dhe kuti do t'jenë të zbrasta. Prandaj na duhet edhe njëherë, siç kemi bërë deri më datën 12 tetor, të kontaktojmë të gjithë ata që na kanë mbështetur në raundin e parë, dhe të sigurohemi që të gjithë do të jenë prezente, do të marrin pjesë në zgjedhje të dielën. Dhe pasi të kryjmë këta me një shpejtësi të madhe, me telefone, me takime fizike shpejt, duhet t'i kthehemi më pas atyre që nuk kanë dalur të votojnë, si dhe së fundmi edhe mbështetësve të partive tjera politike, e unë nga këtu e shfrytëzoj rastin që t'i bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Gjilanit, pa dallim përkatësie politike e subjekti politik, që të votojnë për të ardhmen e tyre, që të votojnë për programin për qeverisje që tashmë ka filluar së zbatuari, dhe të votojnë për ata që janë dëshmuar se punojnë mirë e ndershëm dhe se punojnë për të mirën e qytetit e jo për veten apo për grupet e klanet e caktuara që përfitojnë. Pra, janë 2 rrugë si alternativa për ne deri të dielën e pas të dielës. E para është rruga e së kaluarës, cilës besoj që nuk do t'i kthehet askush, ndërka që alternativa tjetër e vetmja dhe më e duhura është ajo drejt së ardhmës, drejt Gjilanit të së ardhmës, drejt Gjilanit që e duam dhe drejt Gjilanit që do ta transformojmë tërësisht e plotësisht në mandatin e dytë. Ju falenderit shumë e mirupafshim në festën e fitores.